Pak minuta më parë, në fakt është qelluar me armë zjarri drejt një automjeti në rrugën Misto Mame të Lushnjës, këtu ku ndodhem në vendngjarje. Policia ka rrethuar, ka vendosur perimetrin e sigurisë, shikohen një numër i madh gëzhojash. Mbi 15 të tilla të paktën janë të filmuara këtu në rrugë, ndërkohë që nuk dihet cila ka qenë automjeti apo personi të cilit i është dashur të qellohet. Pak minuta më parë, gjithashtu policia bën me dije se në fshatin Lifa i Vjetër, rreth 2 kilometër larg qytetit të Lushnjës, është gjetur një automjet duke u djegur që dyshohet mund të jetë e personave të cilët kanë qelluar me armë. Në fakt është gjuajtur me armë zjarri të llojit Kalashnikov, sipas burimeve të para në vendngjarje. Koha në të cilën ka ndodhur dhe vendi është një zonë e populluar dhe me qarkullim të dëndur në qytetin e Lushnjës, dhe shumë qytetarë janë të merruar për atë çka kanë dëgjuar duke u larguar në drejtime të ndryshme. Shumë prej tyre nuk kanë arritur as të identifikojnë nëse ka qenë të shtëna armësh apo të shtëna kanë menduar nga fishek zjarrit. Megjithatë është një ngjarje e rëndë, duhet thënë për faktin se ka ndodhur në mes të ditës në mes të qytetit në një zonë kryesore. Mbetet për të parë se ndaj kujt është bërë ky atentat. Janë informacione të cilat policia dhe burimet tona do t'i zbardhim nga momenti në